Agim Agushi ka sjellë rekord Guinness në himar në çeljen e sezonit turistik, u ka rrëmbyer rekordin e 16 botëror të xhonglimit të topit me kokë, duke veshur 14 bluza brenda 1 metër katror. Në një performancë në qendër të qytetit bregdetar, Agushi ja ka arritur të fitojë certifikatën botërore, duke lënë një shenjë edhe në himar. Kam kënaqësi dhe privilegje që sot gjidem në qytetin e Himarës në hakun e sezonit turistike. Uroj kryetar t'ju shkon borë. Shkon herave tjera dhe viteve të ardhshme, po, është rekordi 16 me radhë i librit Guinnessit, pikërisht në qendër të qytetit të Himarës, në një disiplinë të cilën është kërkuar nga selia e librit Guinnessit në Londër, veshja e 14 fanelave të njëpasnishme duke zhvogluar me top futbollit me kokë dhe duke qëndruar në një hapësirë 1 metër katror. Domethënë, prej sotit edhe Himara është në librin e rekordit e Guinness. Unë e kam obligim moral edhe kombëtar që certifikatën e librit Guinnessit me emrin e Himarës t'ia sjellin kryetarit kulturor. Nga ana tjetër, kryetari i bashkisë Himar shprehet i lumtur që Agim Agushi ka zgjedhur Himarën për këtë rekord, duke e nisur me këmbë të mbar çeljen e sezonit turistik. Kënaqësi për gjithë Himarën, sepse ky do të jetë rekordi botëror i Agim Agushit, por do jetë rekordi botëror i Agimit në Himar, pra do jetë e Himarës në një farë mënyre. Kështu që unë përfitoj nga rasti ta falenderoj Agimin që sot gjeti kohën për të qenë bashkë me ne në Himar në këtë festë, në këtë çelje të sezonit turistik. Ju uroj suksese dhe na rezervo në rekordin tjetër ta thyesh përsëri në Himar. Ndërkaq, Agim Agushi është fitues edhe i rekordeve të tjera Guinness në disiplinat e lira.